Selam aleikum, kam një pyetje. Nëse di të lexosh arabisht, atë pranohet nëse lexon shqip, sepse kam dëgjuar që nuk pranohet nëse di arabisht, por e lexon shqip. Zoti të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Shiko, leximi i Kur'anit arabisht pra ka shpërblim specifik, sepse po e lexon siç i ka zbrit profetit alayhis salam prej të madhit Zot. Por edhe angazhimi me kuptimin e fjalëve të Allahut lartësuar, pra duke lexuar shqip, ka shpërblim inshallah, sepse ti po lexon kuptimin e fjalëve të Allahut lartësuar, po përpiqesh të kuptosh fjalët e Zotit gjithësisë dhe patjetër kjo të shtyn pastaj të meditosh fjalët e Allahut lartësuar dhe duke i kuptuar inshallah i vën praktik. Kështu që ka shpërblim inshallah. Ti po angazhohesh me fjalën e Zotit gjithësisë dhe nuk është e vërtetë se nuk pranohet. Allahu ju rujt.